Shqipëria ka gjetur më në fund njeriun që do të çojë bujqësinë drejt Europës, Andi Salla. Një djalë i lindur në shtërmen të Elbasanit, i shkolluar për drejtësi, që ka drejtuar burgun e qytetit dhe më pas Bashkinë e Cërrikut, sot ngrihet në rangun e ministrit të bujqësisë. Propaganda na e shet si zërin e fshatit, si fytyrën e re që do të jap shpresë fermerit, si energjinë që do të ndryshojë fatin e tokës shqiptare. Një histori e bukur gati për në librat e reformave. Propaganda e shet si simbol të brezit të ri, si njeriun që do të ngrej bujqësinë në nivel tjetër, si shpresën e fshatit që do të modernizojë arat dhe do të kthejë fermerin shqiptar në prodhues europian. Një lavdi e merituar, një emër që në dukje ngjall besim e pritshmëri, por e vërteta është më e thjeshtë dhe më e hidhur. Andi Salla është aty sepse është shok me vllajën e kryeministrit. Kaq, nuk janë librat, nuk janë programet, nuk janë rezultatet që e sollën, por një shoqëri private që përkthehet në karrige publike. Në vend të vizionit për bujqësinë, kemi një miqësi familjare. Në vend të reformës, kemi një puzzle klientelist. Dhe kështu fermeri shqiptar që pret subvencione e tregjet hapura, që sheh prodhimet t'i mbesi në aret i kalbe në magazin, ka sot një ministër që nuk e di dallimin mes plugut dhe traktorit, por di shumë mirë dallimin mes miqësisë dhe pushtetit.